Ju përshëndes gjithë, ndodhem në fshatin Halil, midis Krujës dhe Fushkrujës, ndërkohë që po vazhdohet betejë për shuarjen e flakëve të zjarrit në lagjen Boje të Krujës. Është rënuar totalisht kjo zonë e pyjeve, siç e shikoni është shkretuar nga flakët. Ndodhem tek lapidari Izi Dollit, është në rrugën që lidh Fushkrujën me Krujën. Pra ka shkuar zjarri deri në rrugë kryesore. Shikoni këto janë automjetet. Janë makinat, shiko sa afër jemi, këtu kemi qarkullim dëndur të mjeteve. Ndërkohë që zjarfikset po luftojnë më tutje momentin që duken flakët e zjarrit. Pra shikoni se ku është zona e banuar, pra shikoni ku janë shtëpiat, sa afër janë. Po ta shikosh nga larg duket sikur po digjen shtëpiat, ndërkohë kur afrohesh e kupton që po vazhdojnë flakët përtej kësaj kodre. Më djathtas jemi në Albanopolis, ku ne kemi marrë emrin Albania, pra është kalaja Zgërdheshit. Ndërkohë tek kjo kodër që po digjet në këto momente që flasim, po ndërhyjnë zjarfikset dhe helikopterat. Do jetë një terren i vështirë. Rreziku i madh i kësaj zone ku un jam ka qenë pikërisht dinamiti. Aty ku ndodhen rezervat e dinamitit. Imagjinoni se çfarë katastrofe do të ndodhte në rast se zjarri do të deportonte pak më tutje, rreth 100 metra më andej. Duhet parë me shumë kujdes nata. Këto orë janë vendimtare, sepse nuk do ketë pra ndërhyrje me helikopter natën, sepse nuk punojnë helikopterët natën dhe zjarfikset sigurisht që ja kanë akoma më të vështirë për të identifikuar shtigjet se ku do ndërhyjnë me anë të ujit për të shuar zjarret. Gjithsesi ne do të shikojmë edhe zona tjera se si është djegur, por në rast se bëjmë një takim këtu, të gjithë zona është totalisht e djegur. Shikoni zjarr aty i cili është aktiv. Është situatë shumë e vështirë. Pra, për të orientuar nga ana gjeografike, këtu është rruga kryesore. Shikoni ku është dislokuar dhe policia dhe priten që të vinë të tjera zjarfikse. Është një zonë që sa më lart hypesh edhe tek shtylla e tensionit lart është totalisht e djegur. Shikojmë kemi një jo fikje të zjarrit këtu. Shikojmë aty poshtë kemi dhe banorë që po e cilin zjarri në mjete rrethanore me shishe uji dhe me kova. I bëjmë thirrje banorëve të Halilit, qytetarëve të Fushkrujës, të Krujës apo të rrethinave tjera, në rast se do të vinë në mënyrë vullnetare për të fikur zjarret. Pra shikojmë janë disa banorë të Halilit, po ta fokusojmë atje, të cilët me mjete rrethanore po luftojnë me flakët e zjarrit. Pra janë njerëz cilët janë afruar dhe po japin kontribut. Kjo është e jashtëzakonshme, sepse nuk mjaftojnë vetëm forcat zjarfikse. Kjo situatë tani ka nevojë për të gjithë që t'japin nga i kontribut, kështu që këto do jenë orë shumë të rëndësishme për sa i përket lagjes Boje, sepse parimisht edhe disa minuta mund të funksionojnë helikopterët dhe pastaj helikopter nuk do ketë dhe do jetë si nata e shtuna e zezë e Krujës. Këto janë dëshmi se si ka vazhduar zjarri këtu. Është totalisht në zonë e porcolluar, ndërkohë këtu ka akoma typsh. Po presim dhe dikë se lemrova çunat që të vinë ta fikin këtu në ujë. Janë ulli shumë mira vjeçare.